Max Ivelo ka qenë piktor, arkitekt dhe shkrimtar i cili u burgos gjatë kohës së komunizmit. Ai u arrestua në vitin 1978 dhe u dënua me 10 vjet burg për agitacion dhe propagandë. Nga hapja e dosjeve pas 90-s, u zbulua se ishte denoncuar nga ish-gruaja e tij, Viera, dhe nga miqtë më të ngushtë. Pas viteve 90, pak përpara se të ndahej nga jeta, ai ka dhënë një intervistë ku ka folur për periudhën e burgut. Ndër të tjera, në këtë intervistë, ai tregon një episod. Në janar të vitit 1986 u lirova. 3 ditë para lirimit, më thirrën 3 oficerë të sigurimit dhe më thanë që të bashkëpunoj. Unë nuk e pranova, por nëse do të bashkëpunoja, mi thanë të gjitha. Më thanë që je dënuar kot, ma thanë vetë pasi kisha mbaruar burgun. Nëse do të bashkëpunosh, do të kthejmë arkitekt, do të japim pafajësinë dhe do të shpërblej, më thanë. Unë u thash këtë gjë. 3 gjëra në jetë nuk i bëj dot: të spionoj, të jem homoseksual dhe të vjedh. U munduam për një orë të më bindnin, por në fund më thanë me qetësi: do shkosh punëtor gjithë jetën. Dhe kur dola, kam punuar deri në korrik 1991, mbaja thas në ndërmarrjen abrazive.